para se munis, duhet me kry dosën e padrejsive. Ku ti ka bo padrejt, i kërkon halal, ku ti ka marrë çka si takon, ja kthen, hakun e lan, nuk shkohet në haxhe në qafë zullumi i njerëzve. Zban. Nuk mund shkohet në haxhe atje, o Allah lebejk, Allah me lebejk, e ka një met njerëz që bëjnë dua kundër këtij njeriu që ka shkuar ose lutën ose flasin keq, thotë subhan, çysh më, ne vetë ka ndodhur. Thotë që 5 muaj jam të arrit borxhin, apo mos ma kthem borxhin keq më kalon në shkon haxh. Çysh ka njëri këtu në haxh apo? Sahi. Nuk bën më shkutin haxh i ngarkuar me borxhe. Borxhliu mund të jetë me afat më të shtym, okay, në rregull ka më vonë, të në rregull të marrveshjet. Me po kimë la borxhin, mos liu të ka ardhur nder, ka skadua fati. Duhet me la borxhin, duhet ta laj hajt tash. Edhe refuzon me arrogancë. E tani lebejk Allah me lebejk, ja s'ka kështu. Ja s'ka kështu. Këtu kemi kthy zullumin, kemi la kusuret, kemi la borxhin, e çka tjet, shkon. Nuk jet vitin tjetër inshallah kur të votam. Raddul medhalim. Mos më shku me subhanallah, se nuk pse atë nuk bën më shku. Po ti anis për teube. Po mirë kushti i teubës cili është? Me ta bëu halal atë që ke bëu zullum, apo nuk ka pendim e këtu ende është dosja e pa shpërlarë. Nuk është ende pasruar, nuk mundesh me shkuar. Prandaj në raport me Allahun fillimisht teube, pastaj teube në raport me njerëzit. Me u kthy njerëzve hakun afton.